thënë, ne do presim verdiktin e gjykatës. Është një gjykatë e ngritur me dëshirën dhe me vendimin e Parlamentit të Kosovës, Parlament dëshirë dhe vendosje unanime, me këmbënguljen e jashtëzakonshme të vetë Hashim Thaçit, të Gjarprit, se ashtu kishte pseudonimi Gjarpri, dhe do presim vendimet e asaj gjykate, ashtu si kundër pritim vendimin e gjykatës për Haradinajn, që vajti 2 herë dhe doli pafajshëm, për Fatmir Limajn, që vajti në gjykatën e Hagës dhe doli gjykatës speciale dhe doli pafajshëm. Tani ç'është kjo histeri për Hashim Thaçin? Jo, zotëri, jo. Është histeria e komunistëve shqiptarë që të mbrojnë njëri tjetrin, këtu dhe atje. E atyre komunistëve që organizuan masakrën e Tivarit dhe ndihmuan Serbinë. E atyre komunistëve që dërguan 2 divizione me urdhër të Titos në Kosovë për të eliminuar patriotët shqiptarë të Kosovës. Ata janë që kërkojnë të lirohet Hashim Thaçi. Jo ata që u ka bërë krime që ja vranë njerëzit. Se kemi bërë një pyetje, ku është Femia Gani? Se nuk kërkon Hashim Thaçi, asnjëherë s'ka kërkuar 1600 të humurit. Ai, Gjarpëri. Se si ka kërkuar ndonjëherë deri më sot, ka qenë dhe president dhe kryeministri i Kosovës. Zotëri, këto pyetje duhet t'u bëni ju si gazetar, opinionistëve apo politikanëve të Kosovës, do të thonë edheni këtu, pse nuk keni kërkuar ç'është bërë, ku janë 1600 të humur? Ku janë? Nuk po them për përdhunimet që kanë bërë Mira Gravi dhe vajzave të Kosovës, që s'ka dhe njëri llogari deri tani. Avokat, megjithatë ju thatë që ju gjykoni si jurist, të jeni avokat. Tani si ka mundësi, avokat, që të kërkohet dënimi i njëjtë për të gjithë? Ata kanë qenë të gjithë në të njëjtën vend, në të njëjtën ditë, në të njëjtën moment, për të njëjtat gjëra që akuzohen, si ka mundësi? Ata kanë qenë një udhëheqje politike e një veprimi e një partie politike. Po si mund krahasohet ai që ta pretendoi se ka qenë drejtues me atë që ka qenë zëdhënës, me një tjetër që ka qenë komandant atje në zonë? Më kupton? Si mund të dënimi i njëjtë? Prokuroria për atë është që të ndaj dhe të veçojë të jap secilit atë që i takon, atë të përgjigjet për atë që ka bërë. Si ka bërë, s'ka thënë njeri që për njeri dënohen të gjithë, absolutisht e ka gabim. Jo, ata kanë thënë që dënimi është i njëjtë, kërkohet i njëjtë dënimi nga prokuroria, nga 45 vite për secilin, 180 në total. Sepse janë bashkëpunëtor në krim. Akuzojnë për bashkëpunim në krim, nuk e di në ata ose kam akuzën, po të kisha akuzën në dorë, do diskutojnë ndryshe. Për ju avokat nuk shpëton asnjë nga ata atje? Nuk e di, nëse vërtetohet akuza, ata nuk do shpëtojnë. Jo, duke parë si jashtëmi, si gjykuat për Thaçin, po për 3 tjerët. O zotëri, ata janë të 4 akuzuar për krime lufte. Ata që kanë ngritur akuzën, ata e dinë dhe ata i kanë dhe faktet e provat, si ka mund? Avokat, si ka mund si kundër këtyre tanëve ka 200 dëshmitar shqiptar. Kundër Miloševićit janë 20 ishin shqiptar. Pra më shumë kundër njëri tjetrit se sa kundër Kasapit. Jo, nuk është kundër njëri tjetrit. Është ajo që kam thënë unë në atë intervistën e parë, që kam të bërë, si që bërë në 23-24 luftë civile në Shqipëri, ashtu kanë bërë dhe ata në Kosovë. Prandaj ka shumë shqiptarët e që kanë dalë e kanë dëshmuar. Dhe ata nuk kanë dalë si që pretendojnë spionët e partisë punës Shqipërisë që tonë janë njerëz të paguar. Jo, zotëri, kanë dalë me prova konkrete dhe i ka thënë ke bërë këtë dhe këtë. Po, Amerikanët aty ishin, si mashtruan Amerikanët, sa nuk panë gjë ata? Ku ishin? Amerikanët aty ishin. Kur? Gjatë luftës, jo, zotëri. Jo, vetëm kanë bombarduar, jo, të ndaj gjërat. Amerikanët kanë bombarduar gjatë luftës, por në tokë, në teren kanë qenë këta. Të ndaj gjërat. Megjithatë më duket shumë e kështu avokat që të cilësohen Amerikanët tani aty nga prokurorët si naiv, se prokurorët thanë që Amerikanët ta Rubini, Clarku e më the thash të tjerët, që nuk është se me pak fjalë Thaçi ju hodhi hi syve atyre. Më duket me gjitha ato shërbime amerikanët, inteligjente të zbulimit e tjera, nuk pas kanë ditur me kë kanë qenë në tavolinë, me kë pas kanë folur. Për mas luftës e ke fjalën apo gjatë luftës? Po, edhe pas edhe gjatë luftës. Jo, gjatë luftës jo s'kanë qenë atje amerikanë.
Nuk kanë qenë atje, ka qenë klar për që të organizoj dhe udhëheqje të gjithë veprimtarinë luftarake të forcave amerikane, forcave ajrore amerikane. Doli emri atje që ishin bashkëpunëtorë të CIA-s, që kishin folur, kishin bashkëpunuar. Si mund të marrë CIA njerëz që pa pasur besim tani të bashkëpunojnë me ta? Pra të shkoni pyesni CIA, jo mua. Pra dilemat vazhdojnë, avokat. Kush? Dilemat vazhdojnë, po paktën është e qartë që UÇK-ja nuk bëhet pjesë nga çdo që do. Dëgjoj, UÇK-ja bëri luftë çlirimtare zotëri. Dhe nuk mund të akuzoj kur kush UÇK-n. Dhe mos vini në shenjë e barazimi midis 4 vetave që akuzojnë për krime me ushtarët e UÇK-s dhe me 10 dëshmorë edhe heronj që kanë në luftë në Kosovë nga të UÇK-s. Të lutem, mos e ndyni emrin UÇK me emrat që kanë bërë krime. Edhe njerë, po e theksoj, mos prek njeri UÇK-n. UÇK-ja ka luftuar për qërimin e vendit. Dhe në tokë ishte UÇK-ja që dha jetën, nuk ishte forcat të tjera. Rama tha që i tha Trumpit, lutem bëj diçka, tha. Pas zoti kur flet Rama është një lloj si kur leh një qen. Ai është kryeministri jon, avokat. 4 mandate. Juaj, jo imi. I gjithëve. Jo, juaj, po them prap. Ka shanse Trumpi të bëj diçka që ta dëgjoj Ramën, avokat? Trumpi nuk është Rama. Trumpi është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është presidenti i një shtetit më demokratik në botë. Dhe Trumpi si dhe unë edhe ti pret verdiktin e gjykatës e cila po punon. Ka punuar, punon, do jap dhe një vendim. Dhe mbas i t'jap vendim gjykata, atëherë do shpret dhe Trumpi dhe unë dhe ti dhe të tjerët. Po dhe Trumpi besoj është informuar që tha që u arrestua në avion kur po shkonte tek Trumpi për të firmosur për ndoshta shkëmbimin e territoreve. Patjetër, po sepse tha që ka qenë për shkëmbimin e territoreve. Dhe se tha që me Edi Ramën që e iniciuan shkëmbimin e territoreve dhe Open Ballkani. Janë këta të dy. Ndaj dhe mu që tha që nuk shpëton. Do të nëse s'bën. Avokat, do ta mbyllim me pritshmëritë, sepse njeriu rron me shpresë, edhe pse jo të gjithë ata që rronë me shpresë vdesin edhe të pakenaqur. Kam besim te gjykata e speciale e Hagës. Okej, por tani do ta mbyllim për vendin për këtu për Tiranën e kam fjalën. Jo për Trojë, se dhe Kosova është pjesë e jonë, zemra jonë, por këtu çfarë duhet presim, avokat? Se shkurti iku, po vjen marsi. Tani në fillim të vitit thanë që kemi një ultimatum 90 ditor, do mbledhin fakte, dokumenta, Ndale se kemi dhe 30 ditë kohë, dhe 35-40 ditë kohë, sa u bërë. Kemi kohë akoma, mos u mërzit. Kemi kohë. Pra, e vetmja pritshmëri është nga Kongresi që çfarë mund të bëhet, kurse këtu brenda gjërat nuk po lëvizin. Këta do qërohen. Dhe pritshmëria ime është që këta t'ikin me telefon nga zyrat. Kjo është pritshmëria ime. Të vi bazubea të thonë qëroh në dilin nga zyrat. Jashtë, si që i thonë qëndit del jashtë. Ashtu do i gjithë Edi Rama. Dhe Edi Rama do i gjej vendin të Thatcherit. Edhe diçka kam, avokat. Berisha tha që komshia e Ballukut i kishte thënë që nuk e ka parë. Ju duken serioz dhe këto, avokat? Po t'ju, Berisha ka, shiko, Berisha është sa i rrjedhur aq edhe kriminal. Shiko ku i shkon mendja tani, citonte dje, thoshte komshia kishte thënë që kishte 3 ditë pa e parë Ballukun, duke aluduar që ajo mund të ketë ikur. I nderuar, të lutem, se je gazetari pjeku ke një goxha eksperiencë dhe di se të kërkon. Akoma e llogarit Berishën për njeri, për politikan dhe për advetar, harroje. Berisha është një tradhtar, një spiun si gjithë spiun të tjerë i Partisë Punës. Është një agent, një poliagent si shumë poliagent të tjerë që kanë nxjerrë ky vend. Se fatkeqësisht ne kemi pasur historikisht shumë spiun. Më i njohur i Hamza Kastrioti edhe shumë të tjerë pastaj. Të lutem. Nuk ju pyeta për Metën dhe për Velien, pa harruar, pa mbyllur, se s'kemi lajme nga ta. Velien e lanë sot në burg prap atje, po.
Veliej dhe Meta janë në hetim zotëri, po hetohen. Kam besim të gjykata që do të jetoj kur të dalë para gjykit, do dalë me prova prokuroria që i ka kërkuar arrestimin e tyre. Unë besoj të gjykata speciale, të gjykata e kundër krimit organizuar besoj, jo të gjykatat e tjera, se po të them një fakt, gjykata e Gjirokastër, gjykat, prokurori, polici, Gjirokastër, janë bërë një grup i strukturuar kriminal që godasin kundërshtarët e Shqeqepeqit apo të kujdo politikani tjetër që është në Shqipëri. Po e denoncoj, po e them pasër, fare, qartë, një grup i strukturuar kriminal që mbështesin çfarë kërkojnë hajdutët e pronave dhe godasin qytetarët e pronarët të ligjshëm. Kjo është gjykata dhe prokurori i Gjirokastërës. Avokat, faleminderit shumë për bisedën. Ne kishte munguar këto ditë dhe jam mirënjohës shumë për bisedën që zhvilluam, çështje që diskutuam, si gjithmonë drejt për drejt. Të falenderoj edhe në emër të publikut, të cilët ngulmonin për këto zhvillime të fundit për të pasur mendimin tuaj. Për këto çështje që ju e dini që këtu brenda 2-3 ditëve zhvillimet janë shumë të vrrullshme. Unë falenderoj shumë. Faleminderit, po ishe punuar ti të më kërkoj, jo. Të falenderoj shumë, avokat. Të falenderoj shumë. Gjithë mirë. Qofsh mirë.